Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Drejtoria e Tatim Taksave në Bashki ka nisur kontrollet për vlefshmërinë e nipteve të bizneseve në Lushnjë. Kontrollet do të vazhdojnë deri në fund të muajit nëntor. Administrata e Tatim Taksave pranë Bashkisë Lushnjë ka nisur një aksion verifikimi në terren për kontrollin e vlefshmërisë së nipteve të bizneseve që ushtrojnë aktivitet në territorin e bashkisë. Ky aksion zhvillohet në kuadër të përgatitjeve për hartimin e buxhetit vendor të vitit 2026 dhe ka si qëllim përmirësimin e bazës së të dhënave tatimore, garantimin e korrekcisë së regjistrimeve dhe rritjen e transparencës fiskale. Gjatë kontrolleve, grupet e inspektimit po verifikojnë nëse bizneset janë të regjistruara në mënyrë të rregullt pranë organeve tatimore, nëse niptet janë aktive dhe përputhen me aktivitetin real që zhvillohet në vend. Rastet e mospërputhjeve apo shkeljeve do të referohen për ndjekje sipas procedurave ligjore. Sipas administratës tatimore të Bashkisë Lushnjë, ky proces është pjesë e një programi më të gjerë për forcimin e disiplinës fiskale dhe mbështetjen e bizneseve të ndershme, në mënyrë që çdo subjekt të kontribuojë në mënyrë të barabartë në zhvillimin ekonomik të qytetit. Aksioni pritet të zgjasë gjatë gjithë nëntorit, ndërsa rezultatet përfundimtare do të përfshihen analizën e të ardhurave për buxhetin e vitit të ardhshëm. Gjatë aksionit të inspektorëve të Tatim Taksave të Bashkisë Lushnjë, edhe Policia Bashkiake është përfshirë duke mbështetur punën e tatimorëve. 9 mujori 2025 ka një rënje të lindjeve në qarkun e Fierit me 6.7%. Tkurrja e lindjeve është përhapur në të gjithë vendin me rënje vjetore 4.5%. Shtesa natyrore e popullsisë u përmirësua në 3 mujorin e 3 të vitit 2025 falë rënjes së numrit të vdekjeve, por lindjet vazhdojnë të paksohen. Të dhënat e fundit të Instat tregojnë se vendi ynë po përballet me një rënje të vazhdueshme të lindjeve, e cila shtrihet në të gjithë territorin. Në 9 mujorin e vitit 2025 kanë lindur gjithsej 16.052 foshnja, me një rënje prej 4.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Qarku i Fierit regjistron rënje të ndjeshme të numrit të lindjeve me 6.7% për shkak se dikur ishte qark me bazë të gjerë bujësore, por sot po përballet me vështirësitë ekonomike dhe mungesën e perspektivës për të rinj duke nxitur migrimin drejt Tiranës ose jashtë vendit. Tirana mbetet qarku me numrin më të lartë të lindjeve, por ka shënuar një tkurrje të lehtë prej 2.2% në 9 mujorin e 2025-s, krahasuar me vitin 2024. Kjo rënje tregon se kostoja e lartë e jetesës dhe mungesa e stabilitetit ekonomik po fillojnë të ndikojnë gjithnjë më shumë edhe të familjet urbane të Tiranës. Ndërkohë Beranti është ndër të paktët qarqe që ka shënuar një rritje të lehtë prej 1.8%. Ndoshta si pasojë e rikthimit të disa familjeve nga emigracioni ose politikave vendore për mbështetje sociale. Punojësia AMP-s i plagosur me 10 plumba në trup në atentatin e Rinasit po lufton me jetën. Gimaldo Dani, krahu i djathtë i Emiliano Shullazit, u vra në këtë atentat. Atentati i djeshëm në Rinas nga persona ende të paidentifikuar la të vrarë në automjetin ku po udhëtonin 47 vjeçarin Gilmando Dani dhe të plagosur 40 vjeçarin Mustafa Sheqeri, i njohur ndryshe si Muçi Shaliani, që është në gjendje të rëndë shëndetësore pasi mori 10 plumba, 2 prej të cilëve në kokë. Të dy sapo ishin kthyer nga Barcelona. Sipas burimeve spitalore, Sheqeri ndodhet i intubuar në repartin e reanimacionit nën kujdesin e mjekëve. Burime pranë SIK, institucion që verifikon pastërtinë e figurës për punonjës të AMP-s, bën me dije se Mustafa Sheqeri nuk rezulton të ketë patur certifikat sigurie. Për këtë arsye, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore njofton se drejtori Eduard Merkaj ka urdhëruar pezullimin e zinxhirit komandues të strukturës së forcës së posaçme operacionale deri në zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Ndërkohë ka nisur hetimet për vrasjen e krahut të djathtë të Emiliano Shullazit, Gilmando Danit dhe plagosjen e punonjësit të AMP-s, Muçi Shalianit. Sot është zbuluar dhe itinerari i autorëve të vrasjes së djeshme nga Nikla në Rinas dhe më pas largimi nga e njëjta rrugë. Në makinën e autorëve kanë qenë 4 persona, një shofer dhe 3 qitës, të cilët për vrasjen kanë përdorur 4 armë. Ndërkohë që targat e makinës Toyota Yaris kanë qenë të vjedhura në Greqi vitin e kaluar. Sot u diskutuan buxheti drejtësisë në Komisionin Parlamentar të Ligjeve. Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari u shpreh se do të ndërtojnë buxhet të reja në 2026 dhe godinën e institutit për të miturit. Në Komisionin Parlamentar të Ligjeve u diskutua buxheti i drejtësisë.
Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari u shpreh se buxheti parashikuar prej 14.96 miliard lekësh mbulon të gjitha objektivat dhe nevojat e Ministrisë së Drejtësisë. Lamallari nuk paraqiti asnjë kërkesë shtesë për fondin. Ministri Lamallari tha se ky buxhet do të përdoret për ndërtimin e burgjeve të reja dhe për riintegrimin e atyre që sot janë në shërbim prove. Konkretisht, 6.880 burra, 790 gra dhe 186 mitur, të cilët janë në programe riintegrimi dhe këtu sigurisht është nevoja që shërbimi provës ketë mbështetje e duhur dhe financiare. Përfaqësuesi i opozitës Oert Bylykbashi foli për rritjen e numrit të personave në paraburgim dhe që rëndojnë xhepat e taksapaguesve shqiptar. Ministri Lamallari u përgjigj që duhen ndërhyrje ligjore për të ulur numrin e tyre. Për shërbimin e provës apo çdo instrument tjetër që duhet përdorur në mënyrë që të fillojmë të ulim ngarkesën. Ato para të kursehen për atje të shkojnë diku tjetër. Pra, ne nuk shohim në këtë buxhet një gjë që kuptohet që ka reformë. Pra nëse flasim për paraburgimin që ju thoni, unë nuk e shikoj fare problem parash. Unë do thoya për shembull që është çështje ligjore. Ligjet që kanë kaluar nga kjo godinë kanë krijuar situata të tilla ku për vepra penale të cilat janë të lehta në vende të tjera nuk ka arsye pse të personi të shkojë në paraburgim. Mund ndiqet në gjendje të lirë. Ministri i Drejtësisë Lamallari gjithashtu tha se për herë të parë në vend do të ndërtohet Instituti për të miturit. Abuzuan 3 milion euro me rezervat shtetërore, ngrihet akt akuz ndaj ministres në detyrë të industrisë dhe tregtisë të Kosovës, Rozeta Hajdari dhe 3 personave të tjerë. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka dorëzuar të martën në gjykatën themelore akt akuzën e ngritur ndaj ministres në detyrë të industrisë dhe tregtisë, Rozeta Hajdari. Ish zëvendës sekretarit Irfan Lipovica, drejtorit të Departamentit të Rezervave Shtetërore në këtë ministri Hafiz Gara dhe afaristit e RM përdomin prej afro 3 milion euro që u shkaktua buxhetit të Kosovës në rastin e rezervave shtetërore gjatë muajve shkurt dhe mars 2022. Bazuar në akt akuzën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, të pandehurit Rozeta Hajdari, Irfan Lipovica dhe Hafiz Gara në bashkëpunim, duke u shmangur procesit të konkurrencës, kishin negociuar dhe më pas nënshkruar kontratën me një kompani turke me seli në bursat të Turqisë për blerjen e grurit, vajit dhe sheqerit me çmim më të lartë se sa çmimi mesatar i tregut. Por megjithse kontrata parashitej 10.000 ton grur dhe u pagua avansi 100%, kompania dyshohet se ka sjellë 58.98 ton grur më pak. Këta persona akuzohen edhe për veprën penale zbulimi fshehtësisë zyrtare, pasi sipas akt akuzës pjesë të procesit të negocimit kanë bërë dhe afaristin RM duke ja dërguar në email programin për furnizimin me mallra të rezervës shtetërore të vitit 2022, duke rrezikuar interesin publik dhe furnizimin strategjik të vendit me rezerva shtetërore. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë miropafshim.